Një zotërinj, shqiptar, ku to që ndodheni. Qeverisë shqiptare, në qoftë se brenda një viti i jepni maksimumin të qeverisë, në qoftë se brenda një viti nuk ju jep lek social nga 800 euro sa marrin shtetet evropiane të gjithë, dhe nuk ju japin social lek për çdo person nga 800 euro social, me njëherë krihuni dhe bëni miting dhe rrëzojni për herë dhe përfundimisht qeverinë tonë. Në qoftë se nuk u jep nga 800 euro për social lek për çdo person, me njëherë ngrihuni dhe mos lini me qeveri të udhëheqin në Shqipëri, të marrin fatin në dorë vetë dhe të kthejmë dhe të bëjmë një Shqipëri që ne kemi nevojë të bëjmë. Në qoftë se qeveria shqiptare nuk u jep nga 800 euro për çdo person në Shqipëri social, atëherë do të thotë që Shqipëria është marrë peng nga të huajt. Do të thotë që Shqipëria është marrë peng nga bandat e huaja dhe ne duhet të kthejmë normalitetin në Shqipëri dhe të japim lek sa marrin të gjithë shtetet evropiane. Ju falenderoj për mikutimin.